Sot në mbledhjen e Komisionit të Etikës, pas shumë debateve mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe opozitës, u mor vendimi për përjashtimin me 30 ditë të 6 deputetëve të Partisë Demokratike nga 29 deputetët e akuzuar për përplasje dhe ndezje të flakadanëve në seancën e fundit parlamentare. Kërkesa për pjesën tjetër u rrëzua. Deputetët që u përjashtuan janë Flamur Noka, Albana Vokshi, Elda Hoti, Belind Këlliçi, Kleviz Balliu dhe Fidel Kreka. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dha një deklaratë për mediat pas mbledhjes së Sekretariatit të Etikës, ku theksoi rëndësinë e procedurave dhe respektimin e rregullores. Kjo ishte mbledhja e dytë e këtij sekretariati, sepse në mbledhjen e parë ne vendosëm që duke qenë se ishte një numër i konsiderueshëm i kolegëve të opozitës për të cilët kërkohej përjashtimi, ishin rreth 29 kolegë të opozitës, dhe masat ishin kërkuar të përshkallëzuara për secilin nga kolegët. Në mbledhjen e parë ne vendosëm që sot, ditë e martë në orën 10, të shikonim edhe një herë pamjet e seancës së datës 18 dhjetor, pamjet cilat ju i keni transmetuar në mënyrë publike. Ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme. Gjithashtu edhe deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka foli për gazetarët pas përjashtimit të tij për 30 ditë nga punimet e kuvendit. Për shqiptarët hajdut është Edi Rama, Belinda dhe gjithë qeveria, ndërsa për ballat e pushtetit e keqja është Partia Demokratike. Ja më keni, sepse Gysi urdhron, Sueli urdhron, Tropinët urdhrojnë, Xhabatut urdhrojnë që duhet shpallur se s'bën armik opozita. Ky është pushteti i Gysit dhe i Tropinëve, i Xhabatut dhe i Qelzit.